po bëhet fjalë për mos respektim të një akt gjykimi të Gjykatës Supreme dhe po bëhet fjalë për mbushje të rendit juridik me vendime të paleshme. Nëse i referohemi standardet të Gjykatës Supreme, i bie se të gjitha vendimet që nxjerren nga këta anëtarë të qeverisë janë të paleshme dhe rrjedhimisht në pamundësi që të atakohet secili vendim në gjykatë, rendi juridik është duke u mbushur me vendime të kundërligjshme. Komisioni Evropian thekson që kjo qeveri kujdestare ka marrë vendime me pasoja të mëdha financiare, edhe pse ka pas kompetenca të kufizuara. Çu shihni këto prej aspektit të qeverisjes mirë, edhe si nevojë për stabilitet, apo për keqpërdorim politik për një periudhë kalimtare? Janë dy çështje këtu që besoj që duhet me i përmend. Nëse ndërlidhemi me atë që thash paraprakisht, për çështjen e qeverisë, për çështjen e anëtarëve të qeverisë, atëherë bie se secili vendim është i paleshëm, pa marrë parasysh kompetencat të cilat i ka një qeveri në detyrë. Për shkak se ligji e bën dallimin në mes të qeverisë në detyrë dhe anëtarit të qeverisë. Në rastin konkret, vendimi i Gjykatës Supreme nuk flet për qeverinë në detyrë si institucion, mirë po flet për anëtarin e saj si individ. Pra, qeverinë në detyrë duhet të ketë, mirë po jo e përbër nga anëtarët të cilët janë edhe deputet. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë është nëse i referohemi qeverisë si institucion, është shumë problem, qeverisë në detyrë si institucion është shumë problematike vendimet të cilat i ka marrë. Për shembull, nëse i referohemi çështjes së miratimit të buxhetit. Vendimi për miratimin e buxhetit ka qenë vendim i kundërligjshëm. Ligji për qeverinë i sponsorizuar nga kjo qeveri dhe i miratuar në kohën kur kjo qeveri e ka pasur shumicën në Kuvendin e Republikës së Kosovës, i ka përcaktuar kufizimet e qeverisë në detyrë dhe i ka përcaktuar edhe dy të drejta përjashtimore, njëra prej të cilave është edhe propozimi i buxhetit. Mirë, po për këto ka thënë se kjo vlen për qeverinë në dorëheqje dhe jo për qeverinë të cilës i ka përfunduar mandati. Kur flet për aplikueshmërinë e këtyre kufizimeve në raport me qeverinë të cilës i ka përfunduar mandati, thot se vlen vetëm kufizimet. Pra nuk thot se ky nen aplikohet përshtatshmërisht edhe në raport me qeverinë të cilës i ka përfunduar mandati, mirë po thot vetëm kufizimet vlen, që i bie se vlen kufizimet dhe jo të drejtat përjashtimore. Dhe aspekti i dytë konceptual është se kjo qeveri në detyrë nuk është e kësaj legjislature. Dhe kjo legjislaturë nuk ka të drejtë me i dhonë buxhet një qeverie të cilën nuk e ka zgjedh dhe nuk e kontrollon. Aspekti tjetër problematik janë një sër vendimesh të cilat janë marrë duke u përshtatur me këtë tajmingun e zgjedhjeve lokale. Dhe përkundër faktit që ka pasur implikime shumë të mëdha financiare dhe ka qenë një qeveri në detyrë, prapë se prapë do të thotë kanë ndërmarrë veprime të cilat kanë qenë më tepër me efekt, kanë gjollur dyshime që janë me efekt elektoral dhe jo diçka politika programore. Për këtë arsye do thotë definitivisht se në gjitha këto situata, nëse kemi parasysh këto aspekte, mirë po edhe çështjen e mbajtjes së pozitave pas vendimit të Gjykatës Supreme, definitivisht se këtu ngritet çështja deri në nivel të përgjegjësisë penale e për cilën duhet të reagoj Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës. Për shkak se kemi dyshim të arsyeshëm për përmbushje të elementeve të veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, kemi pothuajse dyshim të arsyeshëm për plotësimin e figurës së të gjitha elementeve të kësaj vepre penale dhe që definitivisht se Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës duhet të adresoj edhe përgjegjësi penale në raport me këtë çështje. Zotëri Jakaj, raporti po ashtu thekson që komisioni që Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese që ndërlidhet me çështjen e pagave në sektorin publik. Për çka saktësisht bëhet fjalë dhe sa serioze është kjo kur bëjmë fjalë për shtetin e së drejtës? Në maj të vitit 2010, Kuvendi i Kosovës pat miratuar ligjin për pagat e në punëve civil, ku ekzekutimi i këtij ligji për atë dispozit pat nisë ekzekutuar në vitin 2015. Bëhet fjalë për shtesën mbi përvojën e punës, për 0.5% për mbi 90.000 zyrtarët publik, 90.000 shërbyesit civil, ku secilit prej tyre
i është rritur paga në bazë të viteve të përvojës së punës. Ta zëm, nëse një mësues ose arsimtar ose personel arsimor ose shëndetësor ka një pagë prej 500 eurove dhe ka 10 vite përvojë pune, atij do t'i dalë shtesa në muaj për 25 euro. Kjo ka qenë incentiva e qeverisë e Kuvendit Kosovës në atë kohë që të ketë një shtesë mbi përvojën e punës, shtesë mujore, e cila ata i fuqizon më shumë dhe i bën pjesë të punës së përditshme. Në ndërkohë, çka ndodh në vitin 2022 me atë që quhet reforma në administratën publike, ku vijnë dy ligje, ligji për pagën në sektorin publik dhe ai për zyrtar publik. Në ndërkohë me këtë ligjin për pagat, 0.5% i caktuar në vitin 2010 përgjysmohet për 15 vitet e para, në ndërkohë lihet 0.5% për 15 vitet për vitet e tjera pas vitit të 15. Dhe si IKD, në tetor të atij viti kur dorëzohen këto dy ligje, ne bëjmë një publikim ku edhe e evidentojmë se çështja e uljes së përvojës së punës është në kundërshtim me vetë kushtetutën, me parimet kushtetuese dhe me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut. Kuvendi edhe qeveria nuk marrin për bazë vërejtet e tona në atë publikim, ne i bëjmë kërkesë edhe deputetëve, i takojmë ata dhe fizikisht një pjesë të tyre që një ligj të tillë ta refuzojnë miratimin e tij në seancë plenare, por nuk ndodh. Pas miratimit në lexim të dytë, ne i kërkojmë edhe avokatit të popullit me një shkresë zyrtare që një ligj të tillë ta dërgojë në gjykatë kushtetuese dhe ai dërgohet në gjykatë kushtetuese. Fatkeqësisht opozita e atëhershme, që ka qenë në PDK, LDK, AK dhe një pjesë e komiteteve jo shumicë, nuk e dërgoi një ligj të tillë, por e rëndësishme ka qenë që avokati i popullit i drejtohet gjykatës dhe gjykata e shfuqizon këtë dispozit, e konfirmon gjetjet e IKD-s dhe kërkon Kuvendit që me e kthy të drejtën e përvojës në punë në 0.5% deri më 1 gusht 2024.